Shtetet e Bashkuara dhe Venezuela kanë rënë dakord të rikthejë marrëdhëniet diplomatike dhe konsullore, duke shënuar një kthes të rëndësishme pas viteve të tensioneve politike mes dy vendeve. Sipas Departamentit Amerikan të Shtetit, ky hap synon të nxjisë stabilitetin politik, rimëkëmbjen ekonomike dhe pajtimin në Venezuelë, si dhe të krijojë kushte për një tranzicion të zgjedhjeve demokratike. Raportet mes dy vendeve nisën të përmirësohen pas zhvillimeve të muajit janar, kur gjatë një operacioni ushtarak amerikan u kap presidenti Venezuelës Nicolás Maduro, i cili përballet në SBA me akuza për trafik droge dhe armësh. Pas kësaj ngjarje, drejtimin e përkohshëm të vendit e mori Delcy Rodriguez, e cila shpreh gatishmërinë për të hapur një fazë të re dialogu dhe bashkëpunimi me Washingtonin. Ndërkohë, ambasada amerikane në Caracas është rihapur dhe pritet që diplomatët amerikanë të transferohen nga misioni në Kolumbi për të forcuar kontaktet dhe negociatat mes dy vendeve. Paralelisht, SBA dhe Venezuela kanë nisur edhe diskutime për bashkëpunim në sektorin e energjisë dhe mineraleve, duke qenë se vendi i Amerikës Latine zotëron rezervat më të mëdha të naftës në botë dhe pasuri të mëdha ari, diamantesh dhe mineralesh të rralla.